Kushdo fjalë është si një lule dhe buzëqeshje, e juaja e bën emisionin edhe më të bukur. Sot në studion ton kemi musafir shumë të veçantë. Me ne janë nxënësit e shkollës fillore Adem Jashari nga Shkupi dhe një nxënës nga Shkolla Fillore Kongresi Manastirit në Shkup. Me ne sot janë nxënësit Berina Sulejmani, Erfa Ibishi, Dhurata Neziri dhe Noar Idrizi. Përshëndetje dhe mirëseardhjet sot në emisionin ton. Përshëndetje. Faleminderit që na ftuat. S'ka përse, faleminderit ju që gjetët kohën për të qenë pjesë e emisionit ton. Atëherë të fillojmë programin ton me pyetjet të cilat I kemi veçuar për ju sot. Atëherë, çfarë do të thotë për ju festa e 7 marsit? Noar? Për mua 8 marsi është një ditë shumë e bukur për falenderuar mamin, mësuesin dhe të gjithë gratë për gjithçka që bëjnë për ne. Bravo. Për ty Dhurata, çfarë do të thotë për ty festa e 7 marsit? Festa e 7 marsit për mua do të thotë se është festë e mësuesve dhe do t'i them dhe ju falenderoj mësuesit për dijen dhe gjitha ato gjithçka që na ka bërë për ne. Për juve? 7 marsi është një festë e mësuesit. Në këtë ditë ne falenderojmë mësuesin për gjithçka që na ka mësuar. Bravo. Erfa? 7 marsi është një festë e mësuesve dhe ato I falenderojmë sepse kanë këtë festë. Po. Pse janë të rëndësishëm mësuesit në jetën tuaj? Dhurata? Sepse ato gjithçka na kanë bërë për ne dhe na kanë kujdes për ne për çdo herë. Për juve? Berna dhe Erfa? Në këtë ditë ato pse na kanë mësuar të shkruajmë, të lexojmë dhe shumë gjëra të tjera për jetën. Po, ajo na mëson dhe ne s'mund të jetojmë pa atë se nuk mundshme me thanën abetaren, kështu që ajo na I ka mësu. Bravo. Noar, si e festuat në shkollë 7 marsin ditën e mësuesit? E festuam me program të veçantë, me program dhe me poezi. Me këngë, recituat poezi. Dhe qështu me poezi. A I keni dhuruar mësuesit ndonjë lule të bukur? Po, një kartolin I kena dhuruar mësuesit. Çfarë ke shënuar mësuesit në kartolin? Urime 7 marsin dhe 8 marsin edhe kështu. Kjo është urimi, apo? Po. Cila është gjëja më e bukur që të ka mësuar mësuesja ose mësuesi yt? Dhurata? Gjëja më e bukur ka qenë se më ka mësuar abetaren, se më sa kisha mësuar s'kisha ditë kur gjë. Dhe na ka mësuar të gjitha shkronjat e shkrimit, të shtype, të gjitha. Për juve, Berna dhe Erfa? Neve na ka mësuar shkrimin dhe leximin. Bravo. Po, ajo na ka mësuar abetare, se na ka mësuar se si të shkruajmë, që ti mësojmë shkronjat përmendësh, shkronjat me shkrem që shkruhen. Dhe shumë mësimet e tjera. Si do ta përshkruaje mësuesën tënde me disa fjalë të bukura? Ata? Unë kisha shkruar urime 7 marsin. Mësuesja ime më e mirë në botë që na ke kujdes për gjithë për ne. Bravo. Berna, Erfa? Mësuesja ime është shumë e mira. Ajo kujdeset për ne me shumë durim dhe diel, me shumë durim dhe zemër. Ajo është mësuesja e bukur dhe me fjalët e asaj ajo udhëzon për ne, sepse me fjalët e saj ajo na udhëzon që ne të besojmë vetës në vetën tonë. Bravo. Noar, pse mendon se mësuesit janë të rëndësishëm për ne? Mësuesit janë të rëndësishëm sepse na mësojnë të lexojmë, të shkruajmë dhe të bëjmë njerëz më të mirë. Bravo. A keni përgatitur ndonjë urim për 7 marsin, për ditën e mësuesit, për mësuesit tuaj? Dhurata? Po, ne kam përgatitur një vjersh. Bravo. Hajde të dëgjojmë tani. 7 marsi, dita e mësuesit, datë e shenjtë, monument sakrifice. 7 marsi, sinonim I shkollës shqipe. Shqiptarët me shekuj e kanë kërkuar, mësuesit me nostalgji e kanë kujtuar.
Korça, qytet me plot hjeshi, shkolla e parë me shumë bukuri, flakadan drite thellë në errësirë, shqiptarët ndëronin këtë dëshirë. Dritat që mund gjyrshe shkëlqyen, në mësojtorën shqipe u përzien, Pandeli Sotiri mësues i shuar, mësojtorën shqipe e ka lullëzuar. Motrat Qiriazi, mësuese shqiptare, rezantonin dritë në çdo dritare. I prin emancipimit dhe edukimit, femrat drejt dijes dhe përparimit. Me këtë vargje ju uroj të gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin. Të lumë Dhurata për këto vargje kaq të bukura të cilat i ndajte me ne sot. E ke shënuar vetë këtë vjersh? Po, apo të kanë ndihmuar edhe arsimtarja? Mami më ka ndihmuar, se e pata bërë në shtëpi dhe e pata shumë. Shumë mirë. Të pëlqen të shkruash poezi vjersha? Po. A ke edhe vjersha tjera të cilat i ke veçuar përveç kësaj vjersha apo jo? Kam të tjera, por i kam harruar. Kjo është një shehje mirë sepse ka mundësi që të vazhdosh edhe me shumë shkrime tjera dhe të na sjellësh poezi dhe vjersha në të ardhmen apo? Jo, vajza, keni përgatitur edhe ndonjë vjersh për festat? Për 7 marsin apo 8 marsin? Për cilën ju keni përgatitur për ato, do na thoni vjersh? Për 8 marsin. Hajde. Nëna ime, zemra ime tije, e pjesë në zemrën time, të uroj me gjithë zemër gëzuar 8 marsin nën e shtrenjtë. Bravo. Në të dy ditët, në 2 gëzime i kemi, njëra në shkollë e tjetra në shtëpi, njëra e mësueses e tjetra e nënës, të dyja i çmoj si drita e hënës. 7 marsi në shkollë, 8 marsi në shtëpi, të dyja shkëlqejnë, festa të uroj. Bravo. Noar, atëherë, a mundën e thuash vjershën e 7 dhe 8 marsit të cilën ti e ke prezantuar në programin e shkollës Kongresi Manastirit? Po mund ta prezantoj dhe Si quhet vjersha? vjersha quhet Nëna. Bravo. Nëna. Fjala nëna çdo koment, ajo zot të parin vend. Nëna mbetet mrekulli që jep jetën për fëmijë. Nëna kur s'është e qetë, sa e çan që she flet. Nëna lutet ditë e natë që të jem gjithmonë me fat. Të lumt Noar për këtë vjersh kaq të bukur të cilën sot na e prezantove. Atëherë cili është kujtimi më i bukur që keni me mësuesin ose me mësuesin tënd? Dhurata? Kujtimi më i bukur ka qenë kur e ka pas mësuesja ditëlindjen dhe 7 marsi. Viteve të kaluara, por për këtë vit? Edhe për këtë vit edhe vitet e kaluara dhe ditëlindjet mësueset kur e kam pasur, se kemi bërë plot aktivitete. Keni kaluar qaste të bukura së bashku edhe me nxënësit tjerë dhe me një atmosferë pak më energjike. Për ju vajza? Kur mësuesja na lavdëron dhe përqafon, kur bëjmë diçka të mirë në mësime. Bravo. Erfa? Ajo na duket mirë dhe çdo herë ajo sillet mirë me ne dhe na duket si çdo herë kur ajo na mëson, sepse ajo ne duket sikur prindi jon i dytë. Bravo. Si e festuat këtë ditë në shkollën tuaj? Në këtë ditë ne kemi festuar të japim dhurata, të shkruajmë kartolina ose lule. Dhe unë kam qenë një lule dhe një kartolinë. Bravo. Erfa? Berna? Si e festuat në shkollë? Me poezi, vjersha, vizatime për mësuesin dhe dhurata. Po me lule, me çdo dhurata plot ja kemi sollën, sepse ajo e ka pasur festën e vet për 7 marsin. Bravo. Çfarë do të thot për ty 8 marsi? Tani të kalojmë te festa e 8 marsit sot, të cilën po e festojmë. 8 marsi është festë e gruas. Falenderoj të gjithë gratë nënat për dashurinë që na japin. Po 8 marsi është një festë e bukur për ne, sepse të gjitha gratë anë mban botës e kanë atë festë dhe nënat që na japin çdo dashuri ndaj ne. Dhurata? Po edhe 8 marsi është një festë shumë e mirë për të gjitha gratë në botë edhe nënave do t'i dërgojmë një lule ose dhuratë, njëjtë si mësuesve, por
Të gjitha gratë anë mban botës na japin jetë neve fëmijëve. Bravo. A ja u keni uruar nënave 8 marsin apo ende kur të shkoni tani në shtëpi do ja uroni me ndonjë lule të bukur? Apo? Noar, çfarë do t'i thoshe mamit ose mësueset sot në këtë festë të 8 marsit? Mësueses do t'i thoja faleminderit për gjithçka që bën për mua. Ndërsa mamit do t'i thoja të dua shumë. Dua shumë. Bravo. Pse duhet t'i respektojmë dhe t'i duam gratë çdo ditë, jo vetëm për 8 mars? Sepse gratë si mësuesja si nëna na ndihmojnë çdo ditë edhe na duhet t'i duam çdo ditë. Bravo. Po gratë janë sidomos gjyshja, tezja e këto, na ndihmojnë edhe sillen mirë me ne, po sidoqoftë ne duhet të respektojmë ato anë mban botës kur do janë, e shumë tjera. Gratë. Gratë ne do t'i respektojmë sepse na sillen mirë me ne, na tregojnë si të sillemi, të kemi edukatë dhe do të respektojmë sepse janë shtylla kryesore e familjes. A do na thuash ndonjë poezi apo urim të shkurt për mësuesën apo për nënën sot në festën e 8 marsit? Po, s'kam përgatitur. Me një fjalë të shkurtër, urime, mbarësi, shëndet, suksese për gjitha gratë, nënat dhe gjyshet tona. Juve? Po do t'i thoja gëzuar 7 marsin mësueses, sepse ke një festë të bukur, me gjithë gëzim dhe nënës i kisha thënë gëzuar edhe për ty 8 marsin, se edhe ti e ki një festë të bukur. Bravo. A duhet të ketë festë çdo ditë nëna dhe mësuesja? Apo vetëm një ditë? Jo, çdo ditë. Bravo. Kush ju ndihmon më shumë në mësime në shtëpi? Mami, ndonjëherë edhe babi. Ndonjëherë edhe babi, por edhe mami. Noar, ty kush të ndihmon? Mua më ndihmon mami ose babi. Do të thonë varësisht kohës të cilën e kanë, ata të ndihmojnë ty. Më së shumti ma. Bravo. Çfarë ndjen kur i thua faleminderit mësueses ose nënës? Ndjehet. A duhet të shprehemi falënderim ndaj të tjerëve, të kemi edhe etik ndaj të tjerëve, një faleminderit? Po, do të kemi për herë duhet t'i respektojmë mësueset dhe gratë të gjithë nënën botës dhe do të shprehemi mirë me ato se nënat e tona na kanë dhënë jetë. Bravo. Kush është mësuesja ose mësuesi që të bën të buzëqeshesh më shumë në shkollë? Të gjithë mësueset i kam të mira dhe mësueset sepse ato më tregojnë mësime të gjitha. Nuk i ndaj kur mësuesi se të gjithë janë të mirë. Ndonjëri prej tyre ka dhe energjinë më të mirë kur të vjen në klasë, i jep atmosferë më shumë klasës. Po. I për juve Berna dhe Irfa? Për mua janë krejt mësuese që na mësojnë. Ato na bëjnë çdo hartë për të qeshur, për të buzëqesh. Kur kemi mësim na mëjna mësim, a kur kemi na ishka për me qesh me gjithë mësuesat. Bravo. Noar, kush të bën më shumë të buzëqeshësh në shkollë? Mësuesja apo mësuesi? A ke ndonjë mësues? Po, mësuese kam, po krejt më shtin të buzëqeshem, jo veç një mësues, po të gjithë mësuesit. Ose arsimtar. Pse mendon se puna e mësuesit është e bukur? Sepse ato na japin të gjitha dhe lodhen për ne çdo ditë, se na mësojnë, kanë durim për ne të gjitha. Berna Irfa? Sepse ato na mësojnë në fëmijët, i mësojnë në fëmijët gjëra të reja. Ato bëjnë çmos për ne që të na mësojnë gjithçka që ne të dimë, që në të ardhmen të bëhemi diçka për të punuar. Të bëhemi mësues ose mësuese.
Bravo. Noara, të pëlqen ti puna e mësuesit apo mësuesës? Po, më pëlqen me gjithë respekt. Kam mësuesën, du të më falenderu sepse ato na mësojnë me gjithë durim. Bravo. A ke ndonjë lënë që do më shumë fal mësueses ose mësuesit dhe si e tregon ti respektin për mësuesit në shkollë? Unë respektoj shumë mësuesen dhe të gjitha lëndët i dua. A preferon ndonjë lëndë më së shumti ndoshta prej arsimtarit apo arsimtarës? Kam qef edhe batin, matematikën, të gjitha. Po. Unë matematikën se mësuesja na shpjegon shumë mirë. Për mua është anglishtja, sepse unë kam mësuar shumë anglisht dhe kam të preferuar si lëndë. Bravo. Irfa, ti je edhe fituese e vendit të dytë në garat e matematikës nga shkolla Adem Jashari. Na tregon përvojën tuaj në këto gara. Atje kam qenë shumë mirë, janë kanë do detyra të lehta, edhe janë kanë të mira, edhe jam qenë shumë e lumtur kur e kam marrë vendin e dytë. Bravo. Kush është personi që të mëson të jesh i mirë dhe i sjellshëm? Mami dhe mësuesja. Po prindërit, mësuesja dhe disa njerëz kur bëjmë diçka gabim, prindërit, familjes. Të gjithë njerëzit do të ketë respekt për ne, sepse ato na mësojnë mirë, sidomos mami dhe mësuesja na respektojnë shumë. Po, kush është personi që të mëson të jesh i mirë dhe i sjellshëm në art? Mua personi që më mëson të jem i sjellshëm dhe i mirë është mami dhe babi ose mësuesja. Bravo. Ama më së shumti është mami dhe babi. Bravo. Kur ke ndjerë më shumë dashuri nga mësuesja ose nga nëna? Kam ndjerë dashuri nga mami, sepse ajo më dha jetë dhe më kujdeset për herë për mua dhe për mësuesen unë ndjej dashuri kur të gjoj mësuesen dhe kur më respekton ajo kur më mëson. Bravo, për juve? Kur e kam bërë krenare, unë kam qenë shumë e lumtur. Atëherë cila është këshilla më e bukur që të ka dhënë nëna dhe mësuesja? Këshilla ka qenë kur mami më thot sillu mirë në shkollë, më respekton për gjithë, më jep dashuri dhe thot ndëgjoj mësuesen, për mësuesja thot ndëgjoj mamin të shtëpia. Dhe të tjerët për herë na jep dashuri, na jep respekt, na tregon këshilla plot. Juve? Cila është një këshill më e bukur që ka dhënë nëna apo mësuesja? Për mua është mësuesja, një ditë sepse ajo na thotë që unë jam shumë mirë dhe kam mësime shumë të bukura. A për nënën ajo çdo herë më përqafon, nuk më let që të mërzitem. Më thotë mos u mërzit. Më përkrah. Të jep kur ajo dhe të përkrah në çdo aspekt. Noar, cila është këshilla më e bukur që të ka dhënë nëna apo mësuesja? Këshilla më e bukur që më ka dhënë nëna edhe mësuesja, më thot nëna me suksese, me gjithë të mira. Mos dëgjoj mësuesen apo mësuesja thot dëgjoni mamin dhe babin dhe kështu. Bravo, që të keni sukses në jetë, të dy palët duhet të ndëgjojmë edhe mësuesen, mirë po edhe nënën nga ana e tjetër. Kuj do t'i thoje sot faleminderit dhe pse? Do t'i thoj mësuesit faleminderit që më ke treguar çka mos që ke bërë për ne, dhe mami do t'i tregoj faleminderit që më ke dhënë jetë dhe që më ke dhënë dashni dhe respekt. Bjerë në Irfa? I kisha thonë 2 mbretëreshave, mamit dhe mësuesës. I kisha faleminderit mësuese faleminderit që na mëson çdo herë dhe me atë mundim ne ti na mëson neve me çdo herë. Po. Noar, kuj do t'i thoje sot faleminderit dhe pse? Do t'i thoja mamit faleminderit
për që është edhe 8 marsi, jo vetëm 8 marsi që do të më thënë, por edhe ditë të tjera. Bravo. Faleminderit për gjitha këshillat dhe gjitha mirësitë që ajo t'i ofron, apo? Duhet të jesh falendërues ti? Po duhet. Bravo. Çfarë mesazhi dëshiron të po japësh gjithë fëmijëve për këto festa? Të i kisha dhënë mesazh fëmijëve të ndëgjosh mësueset dhe nënat që na japin dashuri prej neve dhe do t'i kisha thënë ndëgjoni për herë se kur nuk e kanë gabim mësueset dhe nënat. Bravo. Berna Irfa? Të jepsh dashuri, respekt nga mësuesja dhe nëna. Bravo. Ti respektosh do herë atë, të respektosh mësuesen, që ti respektojnë çdo herë prindërit, të mos bëjnë diçka keq. Bravo. Noar? Unë do t'i kisha dhënë fëmijët një këshill të dëgjojnë mësuesen dhe mamin, se këto 2 persona edhe babi, këto 3 persona janë më të rëndësishëm në botë. Bravo. A keni ardhur sot me emocion në emision dhe kush ju ka ndihmuar që të përgatitni? Dhe a do ju bëni ftesë publike dhe fëmijëve të tjerë që të jenë pjesë e emisionit Lule më Lule pikërisht në studion e Radio Shkupit? Më ka ndihmuar në shtëpi dhe mami dhe mësuesja më ka thënë për vjershën të jap më mirë, ta prezantosh më bukur. Po, të them më mirë dhe mami më ka ushtruar pyetjet dhe më ka treguar se çfarë do të thotë pak dhe ashtu. Të ka informuar në pikat të shkurta për juve? Për mua është sepse t'ju jap një lajm që të vinë këtu, se këtu ne kemi më shumë argëtim dhe për ndihmën më ndihmoj mamit, të mos kisha diçka kështu në trishtim ose diçka dhe aty. Bravo. Noar? Kush ka ndihmuar? Dhe a ke ndier sot emocion që je në studion në Radio Shkupit? Po, kam ndier emocione, më ka ndihmuar mami dhe si ta them dhe si duhet të flas. Të prezantosh, po. Të prezantoj. Edhe me 2 vjersha nga fëmijët të cilat sot do të na prezantojnë. Noar, cila është vjersha jote? Për 7 marsin e ime. Mësuesi dash. Faleminderit shumë për dijen që na jep çdo ditë me mund, me fjalë të mira dhe me duri. Na udhëzon drejt një të ardhmi me shkëlqim. Bravo. Drata, cila është vjersha jote? Për 8 mars. Nënës për 8 mars. Gëzuar onë në festën tënde të bukur, që bashkë me pranverën ne na bënë të lumtur. Në muajin mars ti me linde mua, të festojmë së bashku se unë ty të dua, për hirët tënde o nënë, marsin e dua shumë. Më fal një buzëqeshje të përqafoj unë. Bravo, Drata, faleminderit shumë për këtë poezi të cilën ti na e prezantove. Të nderuar dëgjues, ne arritëm edhe në fund të emisionit të Lule më Lule. Ishte kjo sot e tëra që kishim veçuar për ju. Fëmijë, faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e programit Radio Shkupit. Faleminderit dhe ftuati dhe ju. Faleminderit. Atëherë të nderuar dëgjues, arritëm edhe në fund të emisionit Lule më Lule. Përgatitje do të heqi unë Laura Laçi, operator teknik Boskurt Elul, redaktore programet për arsim dhe kultur Valbona Zunçë Pajaziti. Nga stafi i mbetën e të përshëndetur dhe dëgjohemi javën e ardhshme me tema të reja. Sërish javën e ardhshme do ta kemi në emision fëmijët nga shkolla fillore Adem Jashari, ku do të përgatisim temën të cilën së bashku do ta ndajmë me dëgjuesit tanë. Ju faleminderit dhe uroj një ditë të mbar.